Edhe pse çmimi i paketave të duhanit është rritur nga 10 deri në 30 lekë në varësi të markës dhe pikës së shitjes, shqiptarët vijojnë të konsumojnë gjithnjë më shumë cigare. Rritja e akcizës, një taksë që synon të dekurajojë duhanpirjen, duket se nuk po jep efektin e pritur. E vërteta është që dhe pse rriten akcizat në mënyrë të vazhdueshme dhe rritja kalendari akcizave i qeverisë ka qenë shumë korrekt dhe shumë i saktë për një tregti të lishme. Aktualisht nuk ka efekt në vendin tonë për arsye të vetme sepse ekziston tregti e palishme. Si pasojë e këtij fenomeni, më të favorizuarit nga rritja e çmimeve janë pikërisht ata që kanë hequr dorë nga konsumi i duhanit. Tendenca është që pirja e duhanit më tepër po konsumohet nga shtresat më vulnerable. Dhe kjo nuk jep efektin e duhur në drejtim të rritjes së akcizave. Mos ta harrojmë se në vendin tonë çdo vit u mbasin 100 milion euro nga tregtia e palishme e duhanit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, gjatë vitit të kaluar janë importuar në Shqipëri rreth 3500 tonë cigare, një rritje prej 9% krahasuar me vitin 2024. Paralelisht me rritjen e çmimit të cigareve tradicionale, është rritur dhe akciza për cigaret elektronike apo të ashtu quajturit vape, nga 18 lekë për mililitër në 20 lekë, duke prekur një numër të lartë të rinjve që i konsumojnë. Edhe pse profesionistë të shëndetit dhe të tjerë japin disinformata për këto produkte. Dhënia e disinformata për këto produkte do të shkaktojë më tepër sëmundshmëri dhe vdekje të konsumatorëve të duhanit. Paralelisht me duhanin këtë fillim vit, çmimet do të rriten edhe për alkoolet, kafen dhe karburantin.